inteligjencën e shqiptarëve, duke përdorur terma të papërshtatshëm, duke ju thënë që pasaporta është ajo që ju bën ju europian, por ju jeni më europian, jeni më krenar se sa të gjithë ajo elitë korruptuar politike që e ka mbajt peng këtë vend. Unë jam i bindur që të gjithë kandidatët tanë që janë jo vetëm në qarkun e Durrësit, që e kap edhe Bashkinë e Krujës, por jam i bindur që të gjithë kandidatët në mbar Shqipërinë, 140 kandidatët tanë, e kanë të gjithë pjekurinë e nevojshme për të folur dhe për të kërkuar votën e gjithë secilit nga qytetarët. Ne kemi një program i cili është i fokusuar tek të rinjt dhe është i fokusuar për shpresën e shqiptarëve. Ne duam që në këtë vend të rrisim shpresën që ky vend bëhet, dhe unë jam i bindur që Shqipëria bëhet. Këtë vend ne nuk mund ta lejmë që të shpopullohet dhe këtu të vinë kombet tjera dhe ta gjejnë veten në vendin tonë. Ne duam që nëse është e mundur bashkë me gjithë shqiptarët në mbar botën të japim kontributin tonë dhe të kthejmë të gjithë ata që janë larguar për shumë arsye nga ky vend, sepse ky është një vend i begat, sepse ky vend i ka të gjitha të mirat dhe unë jam i bindur që një ditë të gjithë ata do të kthehen në vendin e tyre. Duke ju falenderuar shumë për pjesëmarrjen tuaj, unë dua të ftoj këtu përpara jush një tjetër bashkëudhëtar në këtë lëvizje, Pano Soko. Përshëndetje Kruja. Është kënaqësi shumë e madhe sepse atë kalan aty unë e kam parë shpesh në libra dhe sa herë që vi në Kruj, fakti që gjendem tek vetlindja e herojit është shumë emocionuese për mua. Dhe është njëkohësisht ajo që më mbush me shumë përgjegjësi kur flas para këtyre njerëzve. Dhe sot dua të flas për atë që do ndodhi në 11 maj. Ato që sot në zhargonin tonë të përditshëm, në fjalorin tonë të përditshëm ne i quajmë si zgjedhje përballje politike. Në fakt unë si ekonomist zgjedh ta shoh në një këndvështrim tjetër. Çdo qytetar i Shqipërisë paguan mesatarisht 3.2 milion lek taksa në vit. Ju nuk i dini që i paguani. Po ja u them unë. 2.5 milion banorët e Shqipërisë nga zero deri në sa ka dhënë Perëndia ymër, paguajnë 8 miliard dollar buxhet çdo vit. Që i bie mesatarisht 3.2 milion lek taksa. Ju nuk i dini që i paguani, sepse nuk i shihni. Po i paguani kudo. Paguani kur paguani dritat. Kur paguani ujin. Kur bleni bukën, bleni miell, bleni oriz, bleni bilet në autobusit, bleni naft, bleni cigare. Të mbledhura bashkë mesatarisht, çdo person nga ju paguan 3.2 milion lek në vit. Në 4 vjet janë 12.8 milion lek ose 13 milion që ti rumbullakosin. Pra ju do të paguani në 4 vite që vijnë 13 milion lek. Çfarë janë zgjedhjet në vetvete? Zgjedhjet në vetvete janë kush do ta menaxhoj çekun tuaj 13 milion lek këto 4 vjet? Kuj do t'ja jepni për të administruar këtë çek? E kuptoni pse njerëzit janë kaq shumë të interesuar, sepse janë 2 milionë e gjysmë shqiptarë që paguajnë të gjithë nga 13 milion lek, të gjithë paguajnë 13 milion lek. Prandaj janë kaq shumë të interesuar për zgjedhjet, janë shumë para. Ajo që zgjidhni ju është kush do ta menaxhoj? A do ta menaxhoj këta djemë të rinj dhe gocat e reja që ne kemi sjellë tu, të cilët kanë profesionalizmin, kanë aftësinë, kanë dashurinë, kanë ndershmërinë, janë të pakorruptuar, janë të paprekur nga krimbi i hajdutërisë që ka prekur shumë atë klasë politike aty në Tiranë.
apo do ta menaxhoj këta të tjerët. Keni vetëm 2 zgjedhje. Pavarësisht se numra mund të keni 11 aty në flet votimi. Jo, 2 zgjedhje janë. Do ta menaxhojnë ata që kanë menaxhuar 35 vjet, apo ne që vim të rinj, me ndeshmëri, profesionalizëm, dashuri për atë, dashuri për njerëzit. Dhe kërkojmë që të marrim menaxhimin e këtij vendi. Po flas pak për ata. Në vitin 1992 në Shqipëri lindën 83.000 fëmijë. 83.000 fëmijë. Në vitin 2024 kanë lindur 24.000 fëmijë. Në vitin 2011 Shqipëria në 100 kg mish të konsumuara 98 kg i prodhon vetë në vend. 2 kg i importonim nga jashtë. I sillim nga jashtë. Në vitin 2017 nga 98 kg që prodhonim në vend, vetëm 50 kg që prodhonim në vend. 50 kg i importonim nga jashtë. Në vitin 2022 tashmë vetëm 14 kg prodhonim në vend. 86 kg për çdo 100 kg mishi të konsumuar e merrim nga jashtë. Në vitin 2024 vetëm 6 kg prodhojmë në vend. 94 kg i kemi marrë nga jashtë. Dhe situata do të jetë më keq në 2025. Ne jemi një vend në mes të Evropës. Ne jemi një vend që kemi rezervën e dytë më të madhe ujore. Kemi një fushë naftëmbajtëse që mban rekord për fushat në tokë në Europë. Ne jemi një vend që kemi krom. Por pensioni mesatar në këtë vendin e pasur, shumë të pasur, për kaq popullsi sa ka, në fshat dhe në qytet është 156.000 lekë. 156.000 lekë. Minimumi jetik për të mbijetuar, nuk po themi të jetosh mirë, për të mbijetuar, të mbash frymën gjallë në këtë vend, është 210.000 lekë. Pra ne paguajmë 40% të popullsisë që përbëjmë pensionistët me 3/4 e minimumit jetik, që i bie ata duhet jetojnë gati 22 ditë nga 30 ditë muajt. Kështu thot shteti. Vetëm 3/4 e muajt mund të jetojnë ata. Një çift pensionistësh merr 312.000 lekë, mesatari. Drita ujë 80.000 lekë, 90.000 lekë. Ilaçat ju mbeten dhe 120.000 lekë për të kaluar muaj. 4.000 lekë në ditë. 1.000 lekë është ujë. Një bidon 10 litra ujë, sepse duhet për të pirë, duhet për të konsumuar, për të larë perimet. 1.000 lekë është një bukë. 2.000 lekë. Ju mbetet edhe nga 1.000 lekë për të shoqëruar bukën. Mund të marrë një copë djathi me 1.000 lekë. Se aq mund të marrësh me 1.000 lekë. Ose mund të marrësh gjysmë kile domate me 1.000 lekë. Ose mund të marrësh gjysmë kile kastravesa me 1.000 lekë. Si erdhëm deri këtu? Ne, ky vend i pasur, me kaq shumë pasuri, me kaq shumë njerëz vital. Në vitin 1992 Shqipëria ka qenë vendi më industrializuar i Ballkanit. Për numër popullsie ne kemi pasur numrin më të madh të fabrikave. Disa kemi sot? 0. Kemi të paktën 12 vitet e fundit me 0 nivel industrializimi, 0. Kemi qenë minus deri në vitin 2012. Duke prishur fabrika, i prishnim, vazhdonim të i prishnim deri në 2012. Pse erdhëm deri këtu? Ne kemi ardhur deri këtu për një arsye shumë thjeshtë. Kasta politike që do të sundoj këtë vend nuk do që ju të jeni të pasur. Nuk do që ju të jeni të zhvilluar. Pse? Nëse ju jeni të pasur, nëse ju jeni të zhvilluar, ata nuk ju sundojnë dot. Ju mendoni se nuk e din ata që me pensionin mesatar nuk jetojnë dot? Patjetër që e din. Ju mendoni nuk e din ata që pagat mesatare në Shqipëri nuk dalin as për të kaluar muajin me këtë nivel qiraje që ka, e me këtë nivel kosto që ka? Patjetër që e din. Nuk e din ata që ndihma ekonomike nuk mjafton, e din. Nuk e din ata që s'ka ilaçe në spitale, e din. Nuk e din ata që shkolla janë në nivelin 0, e din. PISA ja u tha këtë. Atëherë pse e bëjnë këtë? Ja u them unë.
Mbaj të varfër sepse i blen më lirë. Kur njerëzit janë të varfër, blen lirë, nuk kushtojnë shumë. Jepja pensionin më të vogël se sa minimum jetik dhe ai do të lutet për 50.000 lekë e votës, kur të vi momenti votës. Mbaj në nevojë për legalizimin, sepse kur të vi momenti votës, do t'ja tundër dhe do i thuash, më jep votën që të jap legalizimin. Prap s'ka për ta dhënë, dhe do të kërkoj përsëri votën herës tjetër, për të njëjtin legalizim. Lej pa ilaçe spitalet, që një nder të bësh, një favor të bëj të ta quaj për nder, të thotë që shiko se të ndihmohet te spitali, kur e ka detyrim ligjor. Është një praktik e mirënjohur, është makineria që funksionon, që njerëzit të jenë mjaftueshëm të varfër, mjaftueshëm të varur nga nevoja, që kur të vi momenti zgjedhjeve të luten që të t'japin votën. Kjo është skema që ka ndërtuar të gjithë. 34 vjet është ndërtuar dhe mëkuar kjo skemë, me lekët tuaja është mëkuar. Me lekët tona të gjithëve ne është mëkuar. Me këtë janë paguar këto skema. Pikërisht që ti mbash njerëzit e varfër, që ti mbash njerëzit e varur, që ti marrësh votën. Dhe ky është sistemi që ne themi që do ta çajmë. Këtë sistem duam ne të çajmë. Pse nuk kemi ne fabrika sot? Pse nuk kemi uzina ne sot? As dinim ne të ishim të aftë sa maqedonësit, sa serbët. Nuk po flas për rumunët e bullgarët. Dinim, por nuk donin. Pse vjedhet në mënyrë katastrofale në Shqipëri? A nuk dinim ne të ndërtonim një shtet i cili do ta reduktonte vjedhjen, korrupsionin? Dinim, por nuk donim. Sepse ky vend sa më i korruptuar të jetë, sa më i pazhvilluar të jetë, aq më lehtë sundon. Dhe ky është misioni që kanë këta. Që ri përballë misionit ton. Kush është misioni jon? Që ky vend të zhvillohet, që njerëzit e këtij vendi të pasurohen, që mos pasurohet vetëm një kas njerëzish që rinë në Tiranë. E që ndrohen partit, po njerëzit nuk ndrohen. Të pasurit në këtë vend nuk ndrohen, pavarësisht se partit ndrohen me njëra tjetrën, sepse janë bashk. Ato që ju shikoni aty në televizor janë filma. Ata janë bashk, oligarkët i kanë bashk. Lejet e ndërtimit i kanë bashk. Dëshirën për t'ju mbajtur të sunduar ju e kanë bashk. Dhe ne ju qëndruam përballë. Ju dalim përballë. Sepse ne themi që Shqipëria duhet të industrializohet. Shqipëria duhet të ketë fabrika, duhet të ketë uzina, duhet të ketë njerëz që punojnë dhe paguhen. Njerëz që paguhen mirë. Por ata nuk e duan këtë, sepse nëse ju paguheni mirë, nëse ju fitoni mirë, atëherë ju do të jeni të lirë. Njerëzit e pasur janë të lirë. Njerëzit e pasur nuk i mban dot të varur. Duan ata. Pikërisht prandaj na rinin ne përballë. Ka ndërtuar sistemin elektoral, siç e dini ju, me lista të mbyllura. E dini pse duan atë? Që kryetarët e partive, qoftë majtas apo djathtas, ti mbajnë të varur deputetët dhe deputetët të bëjnë çfarë të thonë kryetarët e partive. S'ka rëndësi çfarë thot populli. Për sa kohë që në listën e mbyllur, të parin e ka vendosur kryetari, të dytin kryetari, të tretin kryetari, nuk ka rëndësi çfarë thoni ju fare. As nuk i duhet fare çfarë thoni ju. I ka për atë ka rëndësi çka ka thënë kryetari. Dhe kur kryetari thot, le ta votojmë të koncesionin, po. Le ta votojmë të vjedhjen e radhës, po. Këtë dhënien e hapësirës publike, po. Këtë plazhin e radhës, po. Për këtë ju duhet lista e mbyllur. Ne ju dolëm përballë. Ne ju thamë nuk ka listë mbyllur. Pavarësisht se ju e rregulluat ligjin siç ju do të qefi. Pavarësisht se ju kapët parlamenti, kapët gjykatën kushtetuese, ne përsëri do dalim me lista të hapura. Sepse ne duam që kush do të jetë deputet nga ne, kandidatët, ta zgjidhni ju. Mos ta zgjidhni kryetari jon, Adriatiku në këtë rast. Por ta zgjidhni ju. Po kjo çfarë do të bënte? Do të bënte që kryetarët mos kishin më peshë. Dhe na dolën përballë. Dhe ne ju tham, jo, ne do të rrim përballë jush me listat hapura. Sepse ne duam që të çajmë sistemin, dhe sistemi fillon nga listat e hapura. Sistemi fillon aty ku buron demokracia, te parlamenti. Prandaj po ju them, kërkojmë mbështetjen tuaj. Kërkojmë mbështetjen tuaj për ta çarë një herë mirë këtë sistem që vjedh çdo vit dhe ka vjedhur të paktën në 20 vitet e fundit 18 miliardë euro. E dini sa janë 18 miliardë euro? Duhen 450 vjet vetëm ti numërosh nga 1 në 18 miliardë, 450 vjet. E duhet ta çajmë këtë sistem.
Në të kundërt, ky vend do të kthehet në një Bielorusi të dytë. Në një vend që tenton të shkojë në demokraci, por nuk shkon asnjëherë në demokraci. Faleminderit. Tani do ftoj para jush një mikun tim shumë të mirë, është një personazh publik me cilin kemi zgjedhur të njëjtin rrugtim, Arjan Konomi. Përshëndetje Kruja, mirë se keni ardhur këtu dhe mirë se ju gjeta me pak vonesë. Dhe jam me të vërtet shumë i gëzuar që jam në këtë qytet të bukur, që vi me kënaqësi, edhe pse kohët e fundit vi më rrallë. Dhe erdha me vonesë, nuk doja të vija GPS-in nga Tirana për të ardhur në Krujë, unë ngatrova rrugës, përfundova në një vend tjetër, pastaj në Mamuras, pastaj erdha nga rrugë e vjetër duke pyet njerëzit, më në fund vura GPS-in dhe erdha. As tabela rrugëve për të ardhur në Krujë nuk kishte. Nuk e di si ja bëjnë të huaj, se a janë aventuruar, po dhe unë jam një person që u thoj nga maje botës në fund të botës, po nuk më kishtë ndodhur ndonjëherë dhe me vërtet të çudita, po thash dhe tabelat e rrugëve i ha Belinda Balluku, nuk kanë lënë në vend më asnjë tabel ku të kuptosh ku shkon, e ku del, e ku kthehesh për në Krujë. Më erdhi keq për këtë gjë, dhe më kujtua ajo karnavale që bën socialistët në hapjen e fushatës elektorale. Ishte një fest madhështore, ta shikoje, thua se ishte 150 vjetori i pavarësisë. Nuk e kuptoje, ishte fillimi një fushate elektorale, ishte një karnavale politikanësh, ishte një festival folklorik, dhe kur e shikoje mbeteshe me gojapur dhe thoshe, po këta qa po bëjnë? Dhe mbeta akoma me gojapur kur pash që dyshja Dursake, Lefter Koka dhe Evangel Tavo këndonin Sara perché ti amo në italisht në sheshin Skënderbej para Skënderbeut. E pasaj u çudita shumë më tepër kur pash Ilir Beqen që me grupin folklorik të Elbasanit merrnin vallen Elbasallie të Shqipërisë mesme. Po më shumë u çudita kur pash grupin e Bënçës, thash sa mirë, grupi Bënçës, sa kohë kam pa e dëgjuar, dhe u gëzova akoma më shumë kur pash Ison jambante Sajmir Tahiri dhe ja kthente Arben Ametaj. Por akoma dhe më bukur që se kisha parë prej kohër, se kisha munguar dhe nga Shqipëria, ishte vallja e Kuksit. O, sa e bukur. Dhe kur e drejtonte Safet Gjitsi, ishte me të vërtet një mrekulli, do më thënë, dhe e qau fare. Po, më e forta akoma ishte kush u zu për fustanin me toka, kush do ta këndonte. Erion Veliaj, Belina, Taulant Balla, po si përfundim u treguan Gentleman dhe Jalan Belina Balluku të kërcente fustanin me toka. Po çfarë bëjnë me këta njerëz më? Po çfarë bëjnë me ju, kaq shumë tallen me ju, me ne, me të gjithë. Po kaq në Terezie kanë vënë sa su bëhet më vonë dhe fillojnë e flasin. Jo kush është qyrik, jo nuk e di në Krujë se në Dibër gjysma janë, po do ta dëgjojmë dhe në Krujë sa qyrik ka dhe në Krujë, sa kanë mbetur të saktë, domethënë, por është për të ardhur keq se si tallen me këtë popull. Me këtë popull që i premtoi një pasaportë evropiane, se kanë mbetur që mos kaloj radhën nga ajo radhë e gjatë, po t'i bien shkurt. Se aty është halli i shqiptarëve tani se sa shkurt të kalojnë për doganat evropiane. Se mbetët duke vajtur për pushime jashtë shtetit, edhe vonohen pak atje tek kontrolli policisë dhe të kalojnë nga pasaporta evropiane. Po sa probleme ka të tjera në Shqipëri? Aq probleme sa ndoshta njerëzit e zakonshëm nuk u merr mendja. Po ju them një rast që më ndodhi para disa muajsh me një gazetare të Top Channel-it, nga që pash një kronik shumë të dhimbshme, i kërkova asaj të shkonim të ndihmonim të familje. Nuk jam person që nëse bëj diçka duhet bëj publik atë që bëj, dhe i thash dhe kësaj gazetare si nuk duhet ta bëj publik. Dhe kur shkuam te kjo familja, një familje me të vërtet fisnike në periferi të Tiranës, u morëm disa gjëra se ishte dhe festa e vitit të ri, i blem shumë gjëra, më thëret dhe më thot, hajde Arjan pak shiko këtu. Hyra përsëri në shtëpi, mbasi isha ndarë me njerëzit e shtëpisë, dhe pash ma hapi dollapin e bukës. Thash, qa është kjo? Kjo është buka, tha, që do anin sot. Nuk e kisha parë ndonjëherë dhe nuk e imagjinoja se qa ishte. I thash, si ka mundësi? S'është bukë kjo? Jo, tha, bukë është. Po është bukë e bërë nga himja që u jepet kuajve dhe kafshëve. Nuk e di. Nuk isha provuar në jetë
një pikëllim të tillë që të shikoje fëmijët e vegjël që hanin bukë të bërë me himje. Nuk e kisha dëgjuar, po ja që ky është realiteti e sa nga këto realitete mund të ketë në Shqipëri. Në krujën patriotike që jemi, në krujën e historisë, në krujën që të gjithë nderohemi dhe kush na pyet dhe që vjen nga jashtë, sidomos të huajt i them në kruj do veni patjetër, në kruj ku të bie shpirti dhe zemra e rehat për të gjithë atë që përfaqëson dhe ka përfaqësuar gjatë historisë. Doja që nga kruja pikërisht të kujtoja se cili është patriotizmi. Sepse në kruj njerëzit patriotik prej shekujsh kanë mendojnë dhe si që shikojmë, ndoshta edhe në kruj, nuk e di, nuk dua t'ju paragjykoj, po shikojmë shumë në shqiptar, në Shqipëri dhe në diaspor, që e mbajnë veten për patriot duke tundur flamurin shqiptar në festa kombëtare, duke vënë qeleshe dhe jele kombëtar, duke u rënë tupanëve, daulleve, duke i rënë e kënduar këngë dhe valle popullore, po pse ky është patriotizmi? Është një pjesë e patriotizmi dhe shqyr që t'i kujtojmë, por nuk është kur ka festa kombëtare vetëm. Patriotizmi është kur ti bën diçka për vendin tënd, kur ti përpiqesh të ndryshosh për vendin tënd. Patriotizmi nuk është të këndojmë kuqezi në ndeshjet e kombëtares vetëm. Patriotizmi është kur ti mendon që të ndryshosh këtë realitet politik kaq të dhimbshëm, ku dy forcat politike prej 34 vjetësh e kanë kthyer në një monopol politik, në një pronë të tyre private. 34 vjet më parë unë u largova nga Shqipëria për të ikur në Perëndim në vitin 91 dhe çuditërisht atëherë fitoi Partia Socialiste dhe janë pikërisht të njëjtit njerëz që vazhdojnë dhe ta sjellin pushtetin sa nga njëra dorë tek dora tjetër. Dhe në këtë situatë kaq të keqe që unë e mendoja dhe kaq të dëshpëruar, duke menduar që Shqipërinë e ka marrë fundi, kjo klasë politike nuk ka më se çfarë t'i bëhet, që shqiptarët janë allergjin dhe vazhdojnë të jenë, do marrin gomone, do marrin aventura të ndryshme për të kaluar në vendet perëndimore. Isha tërhequr totalisht dhe kisha rënë në një area time pavarësisht se inspiracioni dhe frymëzimin tim kur isha i ri, e kisha që të merresha me politikë dhe të kontriboja për vendin tim. Kisha marrë një mendje të thjesht dhe thosha unë e kam gjetur mirë, po më ecën fati, jam me televizion, bëj programe të suksesshme, jetoj mirë, kam një famë dhe njohje në tërë Shqipërinë e kudo që vete nga shqiptarët, nga Australia në Kanada, e që më duhet mua, do më thënë jam rehat se këta s'ka ku ndryshon më. Derisa një ditë, kur mora vesh që lindi kjo lëvizje, pata një gëzim shumë të madh. Sinqerisht ua them. Nuk kam qenë mik me Adriatikun, kam mik gjithë politikanët e Shqipërisë të majtë dhe të djathtë, e kisha parë në protestat të ndryshme dhe më kishte bërë përshtypje, dhe një ditë që e takova i thash, po bë diçka më për këtë vend, se o do ta bësh ti, o s'ka kush ta bëj më. Se me atë që kam parë, do më thënë, ky vend po mbaron dhe s'ka më asnjë lloj shprese. Se nuk ka gjë më të dhimbshme në jetë kur ti më falni, po tani çfarë bëjmë? Jam personazh televiziv, jo për politikan. Ndaj dhe nuk kandidoj. Por, faleminderit. Por, në 2 vjet që kam qenë me lëvizjen Shqipëria bëhet, në shumë vende të Shqipërisë, për të mbledhur firmat për të drejtën e votës e emigrantëve shqiptar, në shumë takime që kam qenë në diaspor, nga Australia në Kanada, në Amerikë, në shumë qytetet e Evropës, me Shqipëria bëhet edhe vetëm. Po them që unë nuk kam njohur dhe nuk kam asnjë moment që t'jem bërë pishmend
të kemi njohur një ekip kaq të mirë me këto djemë dhe vajza të rinj, që ndoshta ju nuk i njihni sepse nuk janë të famshëm, po janë me të vërtet të shkëlqyer në profesionin e tyre, po sidomos janë djemë dhe vajza të rinj të ndershëm që e meritojnë që të kenë besimin e shqiptarëve dhe të kthejnë shpresën. Ndaj doja t'ju kujtoja gjithë qytetarët e Krujës, kudo që janë, dhe shqiptarët e diasporës, tani që po u shkojnë zarfat dhe janë në momentet që po i plotsojnë dhe po firmosin, që mos harrojnë që kanë në dorë ndryshimin e fateve të këtij vendi. Mos harrojnë që kanë në dorë që të ndryshojnë dhe të kthejnë të bëjnë një këmbim rrënjësor në historinë politike të këtyre 34 vjetëve. Ndaj votoni Nisma Shqipëria bëhet, këtë koalicion të shkëlqyer bashkë me Endri Shabanin, që është i vetmi që ka çuar dhe me Panon që kanë çuar dhe kanë futur në burg ministra me dosje që kanë dorëzuar në SPAK dhe me akuzat që kanë ngritur. Votojini ata, mbështesni numrin 6 dhe shpresojmë që të gjithë që në këto zgjedhjet e 11 majit rezultati të jetë ai që shpresojmë. Rezultati historik i një kthese historike që ka për ndodhur në Shqipëri dhe unë kam besimin që ka për të ndodhur, por kjo do mbështetjen tuaj. Ndaj ju lutem, mbështetini, na mbështesni sa më shumë. Ju falemnderit. Dhe doja të ftoja këtu pikërisht atë që drejton këtë lëvizje. Atë djalin që kur e ke pash për herë të parë në televizion, rastësisht mendova, thash që ka një naftar nga Ballçi, se kishin marrë rrugët nga Ballçi, nga Patosi diku andej dhe ishin vënë në këmbë se kishin marrë naftëtarët rrogën për disa muaj dhe kishin marrë rrugën për Tiranë për te Ministria e Energjetikës. E thash gjuna dhe ky djali i ri se pas ka marrë dhe ky naftar, domethënë. Pastaj kuptova që ishte avokati ndërmarrjes, po paprit ma se pash me minatorët e Bulqizës, dhe thash që ka minatori Bulqizës, si duket ka vajte naftarët e Ballçit. Po më pas e pash duke u zhytur në det në Sarand për të nxjerrë gomat plastike dhe mbeturinat nga deti, e thash po prit se duhet jetë nga jugu dhe është notar, se s'ka mundësi që të zhytet. Pastaj e pash me fermerët e Divjakës duke folur për problemet e tyre, thash po prit o vlla, se s'po kuptoj gjë fare, kush që ka ky person. Ai është Adriatik Lapaj që e ftoi të vi këtu. Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj shumë për mikpritjen. Ne jemi në një tur takimesh të vazhdueshme. Ky është takimi i 4 në ditën e sotme, sepse po mundohemi të shkojmë kudo për të bashkëbiseduar me qytetarët e Republikës tonë në çdo cep të atë dheut. Faleminderit nga zemra për mikpritjen tuaj. Në fakt, këto që po vinë nuk janë zgjedhje. Këto janë një referendum. Janë një referendum sepse nuk po vendoset kush është më i mirë e kush është më i keq. Kush mund ta qeverisë Shqipërinë më mirë e kush mund ta qeverisë Shqipërinë më keq. Jo. Këtu do të ndahet përfundimisht kush do të rrinë në Shqipëri me bandat e kush do të ikë nga Shqipëria, sepse njerëzit janë lodhur e mezi po e shtyn muaj për muaj në atë vend ton. Tani këtu në Krujë dhe unë bëj pjesë të ata që nuk kanë frikë. Nuk kanë frikë se nuk i bie njeriu në qafë, ndaj po flas hapur dhe në Krujë. Këtu në Krujë, në qytetin e Skënderbeut, në një pjesë jo të vogël bandat dominojnë. Qytetarët nuk janë të lirë. Biznesi nuk është i lirë. Ekonomia çalon. Republika nuk ekziston. Ndaj ne angazhohemi që nëse një ditë e drejtojmë Shqipërinë, në Krujë do të vendoset ligji dhe rendi. Kjo është një republik e marrë peng. E marrë peng nga paaftësia. E keni vënë re ju që sa shkoni në një zyrë shteti dhe dilni jashtë thoni, more ku i gjejnë këta, nga i kërkojnë me qiri për t'i gjetë kaq të paaftë. E keni vënë re ju sa dilni nga një zyrë shteti dhe nuk gjeni drejtësinë tuaj, që gjeni arrogancë, thoni, more ku i gjejnë kaq arrogancë? Nga ku u buron gjithë kjo arrogancë? Ua them unë, sepse ata nuk e kanë raportin me ligjin. Ata nuk e kanë raportin me qytetarin. Ata e kanë raportin me politikën. E kanë me partin dhe kryetarin e partisë. I keni vënë re ju që sa herë ka ndonjë problem me ta, direkt në telefon deputetin. Direkt në telefon ministri.
Pra nuk është ligji ai që normon jetën e Shqipërisë sot. Është kryetari, është deputeti, është ministri, është partia, dhe kjo është arsyeja përse Shqipëria është në këtë gjendje. Unë ju pyes ju sot këtu në Krujë. Çfarë ka ndodhur në këto 34 vite me pronat? A i keni marrë pronat, po apo jo? Çfarë ka ndodhur me ish të përndjekurit politik? A i kanë marrë parat e burgut, po apo jo? Çfarë ka ndodhur me fermerët? A i kanë marrë subvencionet, po apo jo? Çfarë ka ndodhur me njerëzit e ndershëm të këtij vendi, që kanë kërkuar drejtësinë dyert e gjykatave, e kanë gjetur drejtësi, po apo jo? Çfarë ka ndodhur me rinin e këtij vendi? A janë këtu apo kanë ikur nga Shqipëria? Pra ky është një vend që po plaket. Dhe unë ju them, sot është fakt në Shqipëri që nga mosha mesatare 26 vjet në vitin 92, kemi arrit në një jetë gjatësi mesatare dhe në një moshë mesatare sot, në një moshë mesatare 42 vjeç. Është fakt që në 92-shin linin 83 dhe në 85.000 fëmijë sipas vitit, ndërkohë sot linin vetëm 23.000 fëmijë. Është fakt miq që edhe pas 34 viteve në vendin me më shumë ujë, pra është vendi i dytë me më shumë ujë në Europë, sot ende nuk keni ujë në shtëpitë tuaja. Është fakt sot që ne kemi pensionet më të ulta në Europë dhe rrogat më të ulta në Ballkan. Është fakt sot në Shqipëri që policat i shikonin në rrugë e kërkojnë një makinë për të shkuar lart e poshtë në vendin e punës. Është fakt sot që kur shkon në spitale nuk gjen ilaçe dhe ka rishfet dhe korrupsion. Është fakt sot që në vendin me fushën e dytë naftmajtëse më të madhe të Europës, ne kemi një nga çmimet më të shtrenjta të botës dhe absolutisht më të shtrenjtë në Europë. Është fakt sot që ju në përditshmërinë tuaj nuk e shikoni më të ardhmen në këtë vend dhe shumica e rinisë, 70% e rinisë kërkon të ikin nga Deu Joni përbashkët. Të gjitha këto fakte lidhen me një klasë politike që e ka marrë peng Shqipërinë dhe nuk po e lëshon. Dhe unë dua t'u pyes ju, për çfarë duhet mbajtur më këta që u kanë lënë me rrogat më të ulta në Europë? Për çfarë duhet mbajtur më këta që u kanë lënë me pensionet më të ulta në Europë? Për çfarë duhet mbajtur më këta që nuk u kanë kthyer pronat edhe pas 34 viteve? Për çfarë duhet mbajtur më këta që nuk u kanë lënë fëmijët në shtëpitë tuaj, po i kanë degdisur në emigrim duke i detyruar për shkak të pamundësive që hasni këtu? Ky është një vend që duhet ndryshoj. Dhe ju zgjedhjet duhet i shikoni si një mënyrë për të ndryshuar, jo si tifozë partie. Nuk mjafton që ti jesh tifoz në politikë. Politika duhet jetë kontratë. Politika është si puna e shtëpisë kur ti e blen me kontratë dhe shkon dhe porosit një shtëpi me 2 dhoma e kuzhinë në anë të detit me pamje nga deti. Por kur shkon për ta marrë në dorëzim, shikojnë që ndërtuesi t'i jep 1 dhomë e kuzhinë me pamje nga mali. Çfarë do të bëni ju? Do ta merrni apo do ta prishin kontratën? Politika duhet jetë një marrëveshje që ai që e mban fjalën promovohet dhe ai që nuk e mban fjalën dëshkohet. Ndaj ne jemi sot në këtë gjendje sepse është parë si tifozëk, është parë si trashëgimi e gjyshit dhe babait, komunist dhe baoist. Çfarë keni fituar ju nga ndarja në 2 palë? Ku njëra palë ngre 2 gishta e pala tjetër ngre grushtin? Çfarë ndryshimi ka një drejtor apo një ministër socialist që është i korruptuar nga një drejtor apo ministër demokrat që është i korruptuar? Pse duhet amnistohet ai që është i partisë filan vetëm për faktin se ne jemi mbështetës të partisë filan? Pse duhet të mos ndëshkohet ai që vjedh në emër tuaj, në emër të idealeve tuaja? Dhe ndajemi sot këtu dhe ndaj kemi marrë këtë rrugë në të gjithë Shqipërinë për të bërë një ndryshim rrënjësor, për t'i dhënë mundësi fëmijëve tuaj ta ndryshojnë të ardhmen, sepse në 12 maj, nëse e reja nuk e çan sistemin, do të ndodhë që ju do të shtypeni më shumë se sot. Mendojini zgjedhjet sikur ato që nga çasti që mbarojnë në krahun tuaj keni një kuti votimi. Keni një kuti votimi që ju votoni në çdo ditë dhe hap të jetës. Mendoni një pensionist kur shkon për të marrë pensionin dhe pasi merr atë pagesën qesharake, shkon të blej ilaçet
dhe ato lek nuk i dalin për ilaçet, dhe e kalon muajin me lek nga fëmijët që punojnë në ropatë në emigrim, po ta kishit atë çast kutinë e votimit aty, do të votonit për ata apo kundër atyre? Mendojeni veten si një prind që ka fëmijën sëmur dhe shkon atje në Tiranë në spital dhe nuk i hap njëri derën. Dhe atë çast i duhet që të paguaj lek rishfet, të shkoj në farmaci dhe të blej dhe pambukun. Atë çast kur fëmia juaj dergjet në shtrat, do të votonit për këta apo kundër këtyre? Mendojeni veten një çast sikur jeni infermer, bujk, blektor, aty në fusha dhe prodhimin e hedh në kanal se nuk ka treg, se hyn kontraband nga monopolet e politikës, do të votonit për këta apo kundër këtyre? Mendojeni veten kur çoni fëmijën në shkollë dhe nuk ka ngroje dhe fëmia dridhet, do të votonit atë çast për këta apo kundër këtyre? Mendojeni veten kur jeni prindër një moment që u vjen fëmia nga emigrimi me lot në sy dhe ikën sërish dhe e përcjellni, apo përcjellni fëmijën e radhës në emigrim, atë çast do të votonit për këta apo kundër këtyre? Atëherë në 11 maj është dita për të votuar kundër, sepse është dita për të qarë sistemin. Merrni zemër miq. Ne kur e nisëm ishim vetëm 25 djemë dhe vajza. Sot jemi mira e 10 mira në gjithë Shqipërinë dhe diasporën. Vetëm sot kemi takuar qindra qytetar në Roskovec, në Kavaj, në Kaparaj, në fshat dhe këtu në Kruj. Dhe nuk po ndalemi. Kur e nisëm këtë rrugë thamë që do të bëjmë të mundur votën e diasporës, nuk e bëni dot thamë. E bëm, ja dolën dhe fëmijët tuaj do të votojnë nga diaspora. Keni parasysh, Orteku në mal, nis nga i Guriçke vogël, Ania në det, mbytet nga një çare vogël, pyet qindra vjeçare, digjen nga një shkëndij që nis. Revolucionet dhe ndryshimet e mëdha vinë nga një grush njerëzish, ndaj forca. Është koha e një brezi të ri, dhe unë e di që kjo kohë do të na jap të drejtë, dhe unë e di që ne do t'ja dalim, dhe unë e di që do t'a vrasim frikën hap pas hapi, dhe unë e di që do t'a çajmë sistemin, dhe unë e di që do të vit dita që siç mundsuan votën e diasporës, do të mundsojmë demokratizimin dhe modernizimin e Shqipërisë. Forca! Ndaj sot, kur të çoheni nga ky shesh, shkoni në familjet tuaja, në lagjet tuaja, flisni me krushqit tuaja, flisni me shoqërit tuaja, me ata që bëni biznes, bindini, një nga një të shtohemi, bindini që mund ta ndryshojmë, bindini që ka ardhur koha e çarjes së sistemit, bindini që ka ardhur koha për t'i vënë fund tifozllokut politik. Unë jam sot këtu me kandidatët tanë të qarkut, të Durrësit, të cilët dua t'i prezantoj. E para është vajza juaj, Jetmira Malja. Hajde Jetmira. Jetmira është juriste, me origjinë nga Nikla në rrethin e Krujës. Ajo ka përfunduar studimet e larta në drejtësi dhe aktualisht ushtron profesionin si juriste në Gjermani. Me përkushtim ndaj drejtësisë dhe mirëqenies shoqërore, ajo synon të kontribuojë aktivisht për një Shqipëri më të mirë, të drejtë dhe të barabartë. Faleminderit që jeni ekip Jetmira. Mbështeteni Jetmirën. Kam sot me vete avokate Redinela Beqiraj. Redinela është avokate me origjinë nga Mauakastra, e cila jeton dhe punon në Durrës, që prej vitesh është nuse në Durrës, është e diplomuar në drejtësi në vitin 2011 dhe e licencuar si avokate në vitin 2014. Ajo ka mbi një dekadë përvojë në mbrojtjen e drejtave të qytetarëve dhe të drejtave të njeriut në qarkun e Durrësit. Është pjesë e koalicionit ton dhe antare kryesisë së ekipit ton. Është sot me mua juristja, sipërmarrësja Valbona Myedin, e cila është përfaqësuese e diasporës së Michiganit, është vajzë prej Durrësi, është juriste dhe avokate e diplomuar në Universitetin e Tiranës,
me përvojë në menaxhimin e burimeve njerëzore dhe konsulencën për kompani ndërkombëtare. Ajo gjithashtu është sipërmarrëse aktive në sektorin privat në shtetin e Michiganit. Është e angazhuar me diasporën shqiptare në këtë shtet. Valbona kandidon me vizion për të kontribuar drejt për drejt në zhvillimin e vendit. Është sot me mua Flamur Balaj. Flamur Balaj është sipërmarrës dhe aktivist nga Durrësi me origjinë nga Puka. Prej 15 vitesh ushtron profesioni si mekanik i specializuar për përshtatjen e mjeteve për personat me aftësi të kufizuara, si dhe është administrator. Flamuri është aktivist i paepur në kauza qytetare dhe autori një libri. Flamuri është i përkushtuar ndaj çështjes së aksesueshmërisë dhe ndërron një Shqipëri të lirë nga kthetrat e politikës. Është nga njerëzit më të mirë dhe unë jam shumë krenar që e kam në krah në këtë rrugë. Me mua është Aleksandr Paja. Aleksandri është ekonomist i diplomuar në Tiranë, me një karrierë 15 vjeçare në Shqipëri, në sektorin publik dhe atë privat, me një përvojë të gjerë pune dhe jete në disa vendet e Europës, përfshi Greqinë, Italinë, nga ku ai është kthyer tashmë për të dhënë kontributin për atë vend. Si përfaqësues i diasporës. Është këtu me mua, bashkëthemeluesi i lëvizjes, doktori i shkencave ushtarake, Ergys Luanaj, avokat. Ergysi është një nga djemt më të shkolluar që Shqipëria ka. Është shkolluar për 10 vite në Turqi. Është doktor shkencash në shkencat ushtarake. Nuk ka shumë si Ergysi Shqipëria. Është djali juaj këtu i zonës, Arbër Ndreu. Është ekspert në turizëm. Ka një kompani për guida turistike. Punon çdo ditë për të reklamuar Shqipërinë e për t'i dhënë një panoramë sa më të mirë atyre të huajve që vinë në adheun ton të përbashkët. Këta janë sot me mua dhe së bashku me ta është dhe qershia mbitort Ilir Vasili. Iliri është shqiptaro-amerikan, është kthyer nga Amerika dhe ka lënë përfundimisht atë për të kontribuar në adheun ton të përbashkët. Është i angazhuar në shkencat kompjuterike dhe ka një formim më parë si detar, kapiten detar, se nuk e kam të qartë këtë si e ka terminologjin, do ta shpjegosh vetë. Faleminderit. Jemi munduar që të sjellim djem, vajza, burra, gra që përfaqësojnë vlera. Kemi përfaqësi nga diaspora dhe përfaqësi nga të gjitha zonat e qarkut të Durrësit. Unë do t'u jepja fjalën për një përshëndetje të shkurtër të gjithëve, me radhë dhe mandej pastaj vazhdoj me bashkëbisedimin. E nisim nga Iliri, meqense u bashkuaj fundi. Ju përshëndes të gjithëve, jam Ilir Vasili. Do doja t'ju quaja që të gjithëve vlezër dhe motra, sepse jemi vlezër dhe motra. Do t'i bi shkurt, ju kërkojmë të na jepni atë besim dhe personalisht ju jap një premtim, jo çfarë do bëjmë neve 4 vjetë, 8 vjetë, 30 vjetë. Unë ju premtoj personalisht që do t'i shëmbim. Do t'i shëmbim. Dhe do t'i shëmbim, them që me datën 12 ju do kuptoni premtimin. Por nuk do t'i shëmb vetëm unë, do t'i shëmb bashkë me ju. Dhe në qoftë se nuk i shëmbim bashkë, ata njëri tjetrin nuk e shëmbin. Pavarësisht ai vjen i thot, njëri thot do ju heq tavanin, tjetri thot do ju ul dyshemen, njerëzit vinë vërdall, shohën ku do rri, në ajër do rrim ne me këta. Pra jepjani shkelmin atyre dhe jepini votën këtyre të rinjve që janë të edukuar, e duan Shqipërinë, vinë nga ndej ku këta po i përzën, pikërisht për ju, që të rinë pranë jush dhe të ndryshoj diçka. Pra jepini mundësinë ta ndryshojnë këtë vend, ta bëjnë më të bukur. Faleminderit shumë. Është një me Bori u kënaq duke i rënë Boris se do të prish aktivitetin. E kujtoni ju atë në koncert në 36-ën? E keni parasysh që vende ai me Bori atje, ja urdhë. Ja, por Iliri kur thot do ta shëmbim sistemin, e ka shumë seriozisht
sepse si që thash, na duhet si fillim ta çajmë, e mandej do ta çojmë në zgjedhjet parakoshme, e mandej do t'i japim rokopujën sistemit të bandave. Kur ajo dhe ata që s'dalin se kanë frikë, t'jeni të bindur që te kutia Rama nuk ishe, Zoti ishe. Mi mbrëmba Kruja! Jam rritur me këtë shprehje dhe më ka pëlqyer gjithmonë. Prite Skënderben, që po vjen si pëllumbi shkruar, të shpëtoj më mëdhen. Por, ne do të shpëtojmë më mëdhen nga këta që kanë uzurpuar Shqipërinë. Mi mbrëmë edhe ti, kryeqyriku i Surrenit! Mi mbrëmë edhe ju, kryeqyrikët, kryehajdutët e rilindjes! Unë jam Flamur Balaj, mekanik i specializuar për makinat e persona si kufizuar. Jam administrator një pallati, jam aktivist për 12 vitesh të këtij pushteti të poshtër, që ka shkatruar Durrësin, Krujen dhe gjithë Shqipërinë. Qytetar të Krujës, kam derin të jem përpara jush si kandidat për deputet Qarku Durrës. Jam këtu për t'ju sjellur shpresë, motiv për t'u kapur krejt për dore si shkopint kur bëhen bashkë dhe nuk e thyen dot askush. Votoni numrin 6, votoni koalicionin Shqipëria bëhet. Votoni të rinj, votoni shpresën. Ju lutem mos na braktisni dhe shkoni drejt kutijës të votimit datë